Nuk jam aq i lumtur sepse nuk arritim me marrë rezultat pozitiv. Edhe kur e mendon që kombëtarja lutin një super ndeshje, domethënë me na unë, nga ana ime domethënë kur të shoh me rastet që krijuam edhe me lojën që bënëm deri minutën e 70 derisa besuam golin, besoj që ishim më të mirë se anglezët, edhe pse ata kishin në kontroll ndeshjen, besoj që rastet i kishim ne, po nuk arritëm të shënonim edhe mund të them fakti që nuk shënova atë rastin kur kisha. Po duhet të menojmë tani, duhet ta lejmë këtë ndeshje mas edhe duhet të koncentrohemi për play-off në mars që kemi. Jam shumë i lumtur, kemi bën ndeshje shumë të mira, kemi hasur vështirësi shumë gjatë këtij rrugtimi, por nuk kemi dorëzuar asnjëherë. Edhe tash na mbetet më koncentru për në mars, edhe me ardhur këtu domethënë super të motivuar, edhe shpresojmë dhe besojmë shumë te grupi që do të arrijmë një vend në Kupën e Botës. Besoj shumë, s'duhet të ndjehemi inferior asnjëherë, sepse grupi ka kualitet shumë. Edhe duhet përqendrohemi, pa marrë parasysh se ne kemi domethënë kundërshtar, asnjëherë s'duhet të ndjehemi inferior, sepse treguam sot që kemi kualitet edhe mund të bëjmë diferencë.